Konferenca e cila synonte të promovonte tolerancën në prag të ditës ndërkombëtare të saj, rezultoi e dështuar për shqiptarët. Pjesëmarrësit shqiptar në konferencën e sotme të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë dhe OSBE-ja, shprehën indignatën për mospërfilljen e gjuhës shqipe, pikërisht në një ditë të tillë. Broshurat dhe materialet e tjera ishin vetëm në maqedonisht dhe anglisht. Besoj që ideja për të mbajtur një konferencë për dialogun dhe tolerancën ndërfetare është një iniciativë e qelluar dhe shumë e nevojshme në Maqedoni, mirë po nuk jam i sigurt që ajo mund të arrihet duke ignoruar gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive fetare. Sot këtu nuk po shohim asnjë material në gjuhën shqipe. Dikush që promovon tolerancën, si këta organizatorë, do duhet mendonin për këtë mesazh bazik. Pluralizmi gjuhësor është paq i rëndësishëm për tolerancë dhe pluralizmi fetar. Edhe akademiku Abdulmenaf Bexheti shprehu zhgënjimin nga mosrespektimi i gjuhës shqipe nga këto dy institucione, ndërkohë që përmbajtjen e konferencës e cilësoi si një retorik demagogjike. Po mendoj se me ditën ndërkombëtare të tolerancës ndërfetare, por organizuar midis institucionit OSBE-s dhe Akademisë Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, së paku mund të jetë ndoshta e kuptueshme akoma kapaciteti i pamjaftueshëm i këtij institucioni që të implementojë dhe zbatoj spaku në ditën e tolerancës edhe gjuhën shqipe, edhe pse nuk është i arsyeshëm kuqish, por është paksa e pakuptueshme dhe krejtësisht e paarsyeshme nga ana e OSBE-s të bëhet një lëshim i tillë. Mesazhi i përmbajtjes gjithkohës është një retorik demagogjike nga niveli më i lartë politik i shtetit dhe deri në nivele të tjera. Kryetari i Ashamit Vlado Kambovski tha thjesht se akademia vendosi të përgatiste materialet vetëm në maqedonisht e anglisht, pa ndonjë qëllim të caktuar, duke vendosur që në gjuhë respektive të ishte vetëm teksti i memorandumit që do të firmoset së shpejti nga bashkësitë fetare në vend. Ndërkaq ambasadori i OSBE-s Ralph Breth tha se një gjë e tillë ka ndodhur për shkak të shkurtimeve financiare të organizatës. Imamo poveće verske zajednici. Për arsye se kemi shumë bashkësi fetare dhe shumë gjuhë për të respektuar, do duhet që materialet të ishin në të gjitha gjuhët që janë në preambul. Prandaj vendosëm se është më e përshtatshme dhe racionale që ftesa dhe rendi i ditës në këtë konferencë të shkonin në maqedonisht dhe anglisht, ndërsa deklarata ta firmoset në të gjitha gjuhët. Kjo është një shprehje të qasjes së akademisë ndaj barazisë së gjuhëve dhe tolerancës, asaj që është objekt i konferencës. Më duhet të pranoj se këtë e dëgjoj për herë të parë. Ndonjëherë ne kemi kufizime teknike dhe financiare. Ne natyrisht që mbështesim sidomos nën titullin e tolerancës gjuhët dhe kulturat e ndryshme në këtë shtet, por ndonjëherë duhet të bëjmë kompromis me aftësinë sa mundemi të bëjmë. Nga ana tjetër, presidenti Gjorge Ivanov gjatë fjalimit të tij në konferencën e sotme theksoi se modeli Maqedonas bazohet në pranimin dhe respektimin e dallimeve të të gjithëve. Modeli Maqedonas, i cili është i ndërtuar me shekuj, është modeli i integrimit pa asimilim, model i respektimit dhe pranimit të dallimeve, model i cili në bazën e vet nënkupton krijimin e hapësirës tek ne për ta pranuar tjetrin, pa e shkrir apo pa u shkrir vet në identitetin e tjetrit. Në zemrën e modelit Maqedonas është kuptimi se kulturat dhe religionet e tjera nuk janë kërcënim ndaj identitetit të tjetrit, por burim potencial për pasurimin e tij. Konferenca e sotme mbi dialogun politik dhe ndërfetar si dhe kulturën e tolerancës u organizua në prag të 16 nëntorit, ditës ndërkombëtare të tolerancës. Në këtë kuadër, Asham po përgatit një memorandum bashkëpunimi mes të gjitha bashkësive fetare në vend, i cili pritet të firmoset këto ditë.